Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në planin e vet të punës për këtë vit dhe për vitet në vijim e ka mbështetjen e drejt për drejt të bizneseve përmes skemave që tash disa vite janë në funksion. Kjo skem është lancuar dhe është promovuar javën e kaluar, ndërsa tashmë 3 prej këtyre thirrjeve janë të hapura në kuadër të ministrisë, ndërsa e 4-ta, ajo më e madhja për makineritë përpunuese apo për industritë prodhuese, është në proces të lancimit përmes skemës apo sistemit të Ministrisë së Administrimit dhe Digitalizimit apo ASHI-s, Agjencionit Shtetëror përmes i-Kosovës. Mënyra dhe forma të cilën ne synojmë që të krijojmë këtë praktikë të ofrimit të mbështetjes për bizneset është që t'jetë sa më transparente, e hapur dhe natyrisht që në këtë rrugtim tonin bashkë të marrim sa më tepër informacion kthyes që të dimë se cilat janë hapësirat dhe mundësitë tona për të përmirësuar ndihmën dhe asistencën e drejt për drejt për bizneset kosovare. Më lejoni vetëm shkurtimisht që t'ju tregoj se çfarë është bërë nga Ministria në vitin 2025 apo vitin që lam pas dhe pastaj se cilat janë planet tona për vitet pasuese. Në fakt, gjatë një periudhe 4 vjeçare 2021-2025, Minti dhe Agjencia për Ndërmarrësi Kjesa kanë zgjeruar instrumentet mbështetëse për bizneset duke përfshirë skemën për prodhim, përpunim, digitalizim, inovacion, certifikim të produkteve dhe fuqizim të grave ndërmarrëse. Në këtë periudhë ka filluar dhe zbatimi i projektit iniciativa për fuqizim digital në bashkëpunim me Agjencinë Austriake për Zhvillim ADA. Ky projekt është shndruar në një program të rëndësishëm për transformimin digital të bizneseve, përmes të cilit kanë përfituar 124 biznese me një buxhet prej 500.000 euro. Viti 2026, Kjesa dhe Ministria që drejtoj po vazhdojnë zbatimin e programeve të reja strategjike me fokus në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, transformimin e gjener, fuqizimin e kapitalit njerëzor dhe përkrahjen e sektorëve me potencial të lartë zhvillimor. Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjenpërta, të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të 2 fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro. Transformimin e gjelbërt industrial e shohim të një rëndësie të veçantë, për arsye se përveç së zhvillimit të industrisë, kriteret të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e mjedisit dhe me industrinë e gjelbërt janë kritere që nuk përfiton vetëm shteti dhe natyrisht mjedisi, por gjithashtu edhe bizneset, për shkak se shumë shpejt në kuadër të vlerësimit të ngarkesës tatimore që bizneset e kanë ose mund ta kenë në rastin e eksportit, do të jetë edhe taksa CBAM apo taksa e cila llogarit emitimin e CO2-shit për secilin produkt të prodhuar. Prandaj, për ne si shtet e për ju si biznes është shumë e rëndësishme që planifikimin dhe kalimin në industri të avancuar, në kritere mjedisore të pastra të bëjmë më herët dhe para se të ballafaqohemi me ngarkesa të cilat do të jenë obligative për të gjitha vendet e Ballkanit nga Bashkimi Evropian. Po ashtu, një skem tjetër e cila rritjen e kapaciteteve njerëzore tek bizneset apo resurseve humane është ai për arsimin dual, i cili në bashkëpunim me LuxDev në një fond në vlerë prej 1 milion euro planifikohet të përfitojnë 10 kompani. Kjo skem ka hapur, është mbyllur dhe është në fazën e vlerësimit. Me anë të kësaj skeme ne për 3 vite deri në 10 punëtor i mbështesim kompanitë në procesin e aftësimit profesional sipas drejtimeve apo sipas veprimtarisë ekonomike që ata ushtrojnë. Gjatë vitit 2026 planifikohet gjithashtu mbështetja e 25 kompanive në kuadër të skemës për industri kreative. Edhe kjo është një thirrje e cila ka qenë e hapur, është mbyllur dhe është në fazën e vlerësimit. Ne planifikojmë që më së largu gjatë kësaj jave të shpallim edhe kompanitë fituese nga skema industrive kreative. Ndërsa sot
po prezantojmë 4 skema të reja në vlerën totale prej 5.8 milion euro si mbështetje për biznese. Nga ato janë skema e granteve për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për blerjen e makinerive të avancuara të prodhimit dhe përpunimit, me synim transformimin strukturor drejt një industrie më të integruar globalisht dhe të aftë për të prodhuar produkte me vlerë të shtuar. Buxheti i kësaj skeme është 5 milion euro dhe në fakt është skema më e madhe, e cila është në kuadër të skemave që po i lansojmë, dhe kjo pritet të hapet më së largu brenda 2 ditëve përmes i Kosovës. Edhe ju besoj pajtoheni që një format më transparent, i hapur dhe natyrisht përmes një platforme e cila i ka të integruar atë gjitha të dhënat, është më sigurt dhe shton edhe kredibilitetin e skemes të cilën po e lansojmë. Ndërsa, me qëllim të përkrahjes së ndërmarrësisë me pronësi apo bashkëpronësisë të grave, së paku 50%, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, përmes Agjencisë për Investime dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë, ka shpallur tashmë thirrjen publike për subvencionim të bizneseve në pronësi të grave ndërmarrëse. Për këtë skemë është ndarë një buxhet prej 200.000 euro, ndërsa planifikohet që të mbështeten deri në 20 biznese. Unë personalisht do të insistoj që të rrisim vlerën e kësaj skeme mbështetëse për bizneset e grave, pasi që edhe në agjencinë e re e cila është në proces të transformimit nga Kiesa në agjenci tjetër, sipas ligjit për investime të qëndrueshme, parashohim që në kuadër të saj të jetë edhe një divizion i veçantë për mbështetjen e grave në biznes. Do të thotë, insistimi ynë është që të rritet përqindja e grave në ndërmarrësi dhe deri më tani është në një nivel ende shumë të ulët. Për atë arsye shohim të domosdoshme që përveç mbështetjes së drejtpërdrejt financiare të jenë edhe politikat dhe ndihmarrja, të cila i mundson të gjitha vajzave dhe grave që duan të shohin veten në ndërmarrësi të gjejnë edhe mbështetjen e drejtpërdrejt institucionale përmes divizionit për mbështetjen e grave në biznes. Një mekanizëm apo skemë tjetër përmes Mintit është lansimi i skemës së granteve për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla, mikro të vogla dhe të mesme, me qëllim të mbështetjes për certifikim ndërkombëtar të produkteve, duke synuar rritjen e eksportit të madrave dhe shërbimeve. Buxheti i kësaj skeme është 600.000 euro dhe synimi është ngritja e kualitetit të produkteve dhe shërbimeve dhe natyrisht përgatitja jo vetëm për lansim në tregun vendor, por edhe në tregun ndërkombëtar dhe rritjen e eksportit. Dhe së fundmi, iniciativa për fuqizim digital, e cila ka për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve në procesin e transformimit digital me synim shmërisë dhe qasje në tregjet lokale dhe ndërkombëtare. Për këtë iniciativë është parapar një buxhet prej 25.000 euro, ndërsa pritet të përfitojnë 10 kompani. Gjithashtu më lejoni që të shtoj që edhe në skema tjera, përveç skemës për mbështetje të grave në biznes, në rast se biznesi është në pronësi të gruaje apo në bashkëpronësi, është edhe një pjesë e përparësisë apo pikëve shtesë të cilat i jepin biznesit në proces të vlerësimit. Kjo nuk është për të ndërhyrë në formën edhe mënyrën se si është një strukturën e biznesit, por është për të inkurajuar pjesëmarrjen shumë të madhe të grave në pronësi apo si pronare të bizneseve dhe ndërmarrjeve të gjithë sektorëve, do të prej industrisë deri tek ofrimi i shërbimeve. Unë gjithsesi ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në numër sot. Fjalën ju kaloj përfaqësuesve të agjencisë dhe gjithashtu do të keni mundësinë edhe për pyetje apo komente gjatë kësaj periudhe. Unë do të qëndroj edhe një periudhë kohore pas së cilës më duhet të largohem për shkak se kemi një takim tjetër të përcaktuar me një grup tjetër të prodhuesve në Kosovë. Ju falenderit shumë. Kriteret dhe formën e aplikimit, pasi që për dallim prej herave tjera për shkak që e-Kosova aktualisht është në fazën e kontraktimit të operatorit ekonomik që e mban website-in, nuk kemi pasur mundësi që gjitha skemat të lancojnë përmes portalit e-Kosova, andaj vetëm skema makinerisë që cekë edhe ministre do të lancohet përmes portalit e-Kosova brenda 2 ditëve të ardhshme, derisa 3 skema tjera për certifikim të produkteve, tani më ajo është e njohur për ju, skema për gradë ndërmarrëse, është për të parë duke implementuar direkt në këtë vit.
edhe skema për digitalizimin e NVM-ve dhe tani më kjo është e njohur për ju në vazhdimsi, do të mundohem shkurtimisht vetëm kriteret që prezantojmë dhe të njoftojmë se këto 3 skema, ajo pra për certifikim, gratë ndërmarrëse dhe digitalizimi bëhen përmes email adresave. Aplikimi bëhen përmes email adresave. Pak çështje teknike, po që po krijojmë të lashet të ju dhe të na, është që keni kujdes se po na vin pastaj ankesa, kemi harru me bon certifikimi pik kjesa, kemi harru një pik që ka ardhë email e mune me dërgu për herë dytë masafatit, është e papranueshme. Emailat e keni të gjithë në thirrje. Këto shihet email për shembull aplikimi pik certifikimi e trkservice.net, keni kujdes. Edhe duhet të bëhet aplikimi vetëm me një email të vetme. Po ashtu keni parasysh se rrjeti ju në rkservice.net mbi 25 MB nuk pranon. Nuk pranon email mbi 25 MB. Nëse tentojnë jo mbi 25 MB me dërgu, për një herë ato nuk vinë dhe aplikimi ju është i paralizueshëm. Kështu që keni kujdes para që të bani send emailin, shifni një herë sa megabajt i keni, bani zip ose ulni megabajt që tjetë në 25. Kriteret, nëse ashtu përgjithojnë a shkurt që janë të njëjta për të gjitha kompanit. Për të gjitha skema, dhe më janë të njëjta, përveç ajo e makinerisë që do shpallër brenda 2 ditës, siç e thekë ministra, aty është i shtuar vetëm një kriter më shumë eksporti. Për shkak që qëllimi është që të rritet prodhimi vendor, të zbulohet një pjesë e prodhimit vendor dhe të përgatitet kompanitë për eksport. Kriteret po hapur një ndër to, certifikimin e produktit është një cilën e kim po okej, te certifikimi i produkteve vlera e grantit që mbështetet nga ministria është 20.000 euro. Për gjithë sektorët përveç atij të metaleve. Sektori i metaleve ka mbështetje deri në 25.000 euro. I veçantë kështu është vlerësuar prej nesh dhe mbetet domethënë deri në 20.000 prej gjithë sektorët tjerë përveç metalit që është 25.000. Participimi i bizneseve është i domosdoshëm se poko 10%. Keni parasysh, është pak një dallim për vitin e kaluar. Vitin e kaluar ka qenë participimi vetëm mbi vlerën e grantit. Këtu është obligative se poko 10%, është vetëm simbolike. Juja domethënë nuk është që do ta ndërkoj shumë biznesin sa i përket participimit. Dokumentet domosdoshme janë certifikata regjistrimit të biznesit. Edhe këtu keni parasysh certifikata regjistrimit të biznesit duhet të ketë edhe informatat përcjellse. Ka një herë na gjithë të dimë se orë dhe kene kemi aty po udhëzimi administrativ që është i cekun 01/2018 e kërkan me informatat mbështetëse. Pse me informatat mbështetëse? Sepse na duhet neve kodët, a janë harmoni me thirrjen, edhe na duhet domethënë që të jetë fushëmtaria gjithë ato. Nëse nuk ekzistojnë çato informata mbështetëse, përveç fletës së parë regjistrimit diskualifikohet biznesi. Na nuk kemi drejt në marrë në RBK. Nëse marrëm për një biznes në RBK, pastaj kërkuat edhe një dokument në marrë prej nesh në OTK, dikur edhe një në bank, kështu që ka mbet në kompetencën e ju që të vini kujdes që RBK e ketë me informatat përcjellse. Certifikata numri fiskal, kjo nuk ka nevojë, më konë tani me gjithë keni një numër, nëse keni numrin unik, që është me RBK naftale, s'ka nevojë që të jetë certifikata numrit fiskal, edhe këtu thotë nuk aplikohet për ndërmarrjet cilat numrin e regjistrimit të biznesit e kanë me një certifikat vetëm. Vërtetimi tatimor. Vërtetimi tatimor duhet të jetë që nuk keni borxhe aktuale në OTK ose mund të keni marrëveshje për shlyerjen e borxheve. Nëse në vërtetim tatimor ju shkruan që biznesi është në marrëveshje me OTK, ju lutem bashkangjitni edhe marrëveshjen. Bashkangjitni edhe marrëveshjen si pjesë e vërtetimit tatimor. Është mirë që të jenë të dyja. Dikush e dërgon veç marrëveshjen dhe nuk e sjell vërtetimin tatimor fare. Vërtetimi tatimor duhet të sjellet. Ai i ka disa përshkrime. Ose thotë nuk ka obligime ndaj OTK-s, ose thotë është në marrëveshje. Nëse do të është në marrëveshje, bashkangjitni edhe marrëveshjen që e keni me OTK-n. I skenoni me një dokument vetëm edhe e bashkangjitni edhe atë. Lista punëtorëve, po ashtu OTK-s, tani më dini që këto mundi në nxjerrë edhe online, në faqe që kanë e për ngarkesve. Juve lista punëtorëve na nevojitet neve edhe për mi klasifiku cilat ndërmorën mikro, cilat vogla, cilat mesme, po ashtu siç e thekë ministra për shkak të gjenisë femërore, ne japim pik plus për kompanitë që kanë më shumë femra të punësuara në biznesin e tyre. Përveç thirrjes që është vetëm për gratë, domethënë edhe nëse cilën nga këto thirrje do të ketë pik plus nëse janë pronar ose nëse janë të punësuara femra në ato biznese që aplikojnë.